Kanë dalë në dritë detaje të tjera nga ngjarja një nate më parë në Memalia i ku mbeti i vrarë një person e u plagos një tjetër. Në konfliktin ku u përdorën armët, dyshohet se u përfshin 7 persona, ndërsa shkak për të duket se janë bërë çështjet e drogës. Personat që shihni në foto janë Donaldo dhe Marioldo Nela, të shpallur në kërkim nga policia për vrasjen e 30-vjeçarit Endri Goxha në mbrëmjen e së martës në Memalië të Tepelenës. Ata janë vëllezër me njëri tjetrin, por dhe me 25-vjeçarin Dalio Nela, që mbeti i plagosur, po gjatë konfliktit që përshkallëzohej në përdorimin e armëve. Iriu Nela vjen të marrë ndihmë mjekësore në spital, ku gjendja e tij paraqitet e stabilizuar. Sipas burimeve pranë grupit të hetimit, në përplasjen e së martës janë përfshirë 7 persona. Viktima dhe autori bëhet me se kanë patur shkëmbime zjarri me njëri tjetrin, çka duket se ka rezultuar fatale për 30-vjeçarin Goxhaj. Të dy palët kanë qenë të shoqëruar, teksa mësohet se konflikti mes tyre ka qenë i hershëm dhe gjë dyshohet se lidhet me çështjen narkotikësh. Për zbardhjen e dinamikës së ngjarjes, policia ka shoqëruar disa persona, teksa ka sekuestruar pamjet e kamerave të sigurisë në zonën ku ndodhi ngjarja, por jo vetëm. Nga verifikimet e deri tanishme, një nga personat e shpallur në kërkim, konkretisht Donaldo Nela, rezulton me precedent të mëparshëm penal. Nga verifikimet, ai ka qenë i përfshirë më parë në një grup trafiku droge.